Siç e shikoni të dashur shqiptar, babai i kryeministrit ton, Kristaq Rama, ka bërë të njëjtën gjë që ka bërë kryeministri ynë, i cili ka bërë një ndërtesë me fytyrën e tij, që thotë që është fytyra e Skënderbeut. Po ashtu, në bustin e Skënderbeut do të gjeni fytyrën e Edi Ramës. Të njëjtën gjë ka bërë Kristaq Rama. Në figurën e punëtorit, të heroit që punon, të heroit socialist, Kristaq Rama gjithmonë ka vënë portretin e tij. Shikoni me vëmendje. Do ta gjeni fytyrën e Kristaq Ramës në portretin e çdo, jo vetëm punëtori, por në fytyrën e çdo shqiptari që ka dalë si figurë kombëtare. Është figura e Kristaq Ramës vet. Tani nga vjen fisi Rama. E kam thënë dhe në filma të tjerë që emri fisit Rama vjen nga gjuhë slave, do të thotë sup. Por ju nuk mund ta merrni dot me mend se çfarë ngazëllimi kam ndier unë kur kam zbuluar në komunën Brataj, në rrethin e Vlorës, pikërisht pranë minoritarëve, fshatin Ramica, të dashur shqiptar, që është emër përkëdhelës, një lloj si motra e Skënderbeut Mamica, po ashtu është emri i fisit Rama, Ramica. Aty është fisi Rama, megjithëse ka lëvizur në Sorel më vonë, por aty ka rënjët. Andej vjen dhe gjyshja e Ramës, nga Ramica. Shikoni vetë se do mbeteni pa mend. Të dashur shqiptar, kjo e ka përcen çdo lloj imagjinate njerëzore. Kemi të bëjmë me fshatin Ramica, të gjetur pikërisht në rrethin e Vlorës, në Brataj. Nuk mund të besoj syve. Ky ka kuptimin sup në gjuhën slave. Ta shikojmë bashk. Kjo që po shikoni e ka përcen çdo lloj imagjinate njerëzore. Në gjuhën slave të lindjes, Rame i thon supit. Në gjuhën bieloruse, Ramja i thon supit. Në gjuhën ruse, Ramja është supi. Në gjuhën ukrainase, Ramja është supi. Në gjuhën bullgare, Ramo është supi. Në gjuhën maqedone, Ramo është supi. Në gjuhën serbe, Rame është supi. Dhe në gjuhën slovene, Rama është supi. Tani nga e mësova unë këtë? Nga që unë di polonisht shumë mirë dhe Ramje i thon supit në gjuhën polake, po ashtu në gjuhën polabian, po ashtu dhe në gjuhën sorbian të folur pranë Polonisë është fjala Ramje supi. Dhe fjala Ramica në gjuhën slave ka kuptimin sup i vogël. Edi Rama është përpikur të tregojë që ka një të kaluar të lavdishme, por e vërteta është që fisi i tij është një fis slav. Pra ai është një shqip folës. Për fat keq, kështu janë 99% të shqiptarëve. Shqip folës, të gjithë vendbanimet shqiptare kanë emra slav, ndërsa qytetet e lashta hyllyre janë emra grek, që të gjithë përfshi Aulona, Dyrakion, Skodrinon, Lisjatan. Çdo lloj emri i lashtë në Iliri është qytet grek. Çdo emër i fshatit shqiptar është qytet me emër slav dhe është bërë fshat shqiptar. Kjo është e gjithë historia e Shqipërisë. Tani Edi Rami është shumë njeri i veçantë, sepse ai të gjitha skandalet e tij i ka kaluar me tallava, me shaka. Kjo është një lloj kulture e vgjite, që ta kthesh çdo problem serioz në shaka. Dhe Edi Rami na ka vënë në rrezik shumë të madh, sepse është tallur me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe hakmarrja ndaj tij mund të kthehet në hakmarrje për Shqipërinë. Të dashur shqiptar, ky vampir që e shkatroi Shqipërinë dhe ushtrinë shqiptare, që lejoi Partinë e të Drejtave të Njerëzit greke të hyrë në parlament, ky njeri, autori në theshtatës, ka shpikur një fjalë të re, Ramaduro. Ai kërkon që Delta Force Amerikës të sundoj në Shqipëri, të sulmoj një vend të NATO-s. Madje, ai ka kërkuar që Shqipëria të përzihet nga NATO si një vend narkoshtet sipas tij. Aq i neveritshëm është ky njeri, që edhe sikur të ishte kjo e vërtet, ai këtë nuk duhet ta thoshte. Tani e kuptoni
se sa i tmerruar jam unë nga rreziku grek në Shqipëri. Sepse grekët kanë bërë një marrëveshje të fshehtë me shtetin e zgjedhur, me shtetin e njerëzve të shkretëtirës që të pinë gjakun, ta thithin. Ata pinë gjak në vend të ujit. Për fat të keq, ju pëlqen shumë gjaku i ëmbël i shqiptarëve. Po përse ne kemi gjakun kaq të ëmbël? Sepse jetojmë në parajsën toksore. Shqipëria është vendi më i bukur i Mesdheut. Për shkak të ngrohjes globale, Greqia është kthyer pothuajse në një shkretëtir nga temperaturat e larta. Dhe dal nga dal, do ndodh komplet shkretimi i plot i Greqisë, do zgjasi për disa dekada dhe Shqipëria do bëhet vendi i preferuar i turizmit në të ardhmen. Dhe presidenti i gringove kërkon ta kthejë Shqipërinë në një rivjerë të bukur, por jo për shqiptarët. Dhe ky vampir kërkon të ndihmoj forcat më të errëta greke për shfarosjen e shqiptarëve. Ky është qëllimi i tij. Prandaj ata që janë antar të Partisë Demokratike duhet menjëherë t'i japin dorëheqje sot. Të bashkohen me Partinë Socialiste ose me një parti tjetër çfarëdo, vetëm të ikin nga ky djalli i Vučidolit që në gjuhën serbe do të thot lugina e ujkut. Kjo është vendlindja e tij, të dashur shqiptar. Ky është një shqip folës. Ky është një përbindësh, jo njeri, prandaj ai do jetoj 150 vjet derisa ta shikojë Shqipërinë të shkatruar plotësisht. Pra, ky kërkon që udhëheqësi shqiptar të trajtohet në të njëjtën mënyrë siç u trajtua udhëheqësi i Venezuelës. Dhe ne dim që gringot këtë e bën për pasuritë e vendit që ka Venezuela dhe rezulton që Bregdeti shqiptar gjithashtu ka pasuri të jashtëzakonshme me naftë. Për këtë arsye, gringot kanë bërë kërkime në Bregdetin shqiptar, me anijet e tyre të veçanta dhe me polumbar. Dhe ne i kemi treguar këtë live në televizion me kënaqësinë më të madhe se po na bën një nder të veçantë që po zbulojnë naftë në Bregdetin shqiptar. Do të kemi parasysh që metoda e nxjerrjes së gazit natyror nga gringot, që quhet fracking në anglisht ose çarja e shkëmbit, ka shkaktuar tërmete në Shqipëri. Tërmetet janë shkaktuar nga gringot. Njerëzit kanë humbur jetën në Shqipëri. Pra ky është vetëm fillimi. Kjo fjalë Maduro, në fakt, ka dalë në një film tjetër, Ramaduro, që unë kam bërë. Por unë tregoj se sa i papërgjegjshëm është kryeministri shqiptar, Edi Rami, në një tallje që ai ka bërë presidentit amerikan, në të cilin ai vënëloi faktin që gjoja presidenti amerikan ngatroi Shqipërinë me Armeninë, duke e quajtur Albania Armeninë, dhe gjoja presidenti amerikan nuk e di ku është Shqipëria. Dhe tallet pikërisht kryeministri shqiptar bashkë me kryeministrin e Turqisë dhe kryeministrin e Francës. Do më thënë ai e nxjerr veten si qendër të botës, si mençuria e botës, sepse fajti ka vetë për të gjitha këto që na i ka sjellë në vendit ton. Dhe i thot presidentit të Francës, përse nuk na ke përgëzuar neve, duke treguar me gisht nga presidenti i Azerbajxhanit. Dhe i thot presidenti i Francës, për çfarë t'ju përgëzojmë? Sepse ju nuk na përgëzuat për arritjen e madhe të presidentit amerikan që shohi konfliktin midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Pra Armenia është Albania. Dhe ai po tallej pra me presidentin amerikan.
që gjoja nuk e di ku është Shqipëria. Dhe në fakt ai di shumë mirë ku është Shqipëria sepse vajza e tij udhëton shpesh për në brigjet e Shqipërisë, po ashtu dhe dhëndri i tij, ja kanë vënë syrin komplet Rivierës shqiptare. Dhe plani është që të shfarosen shqiptarët dhe të vendosen aty kolon të zgjedhur grek. Kjo ka ndodhur në shekullin e 8 para erës sonë dhe kjo ka dalë në të gjithë filmat e mi, që të gjitha qytetet e lashta illyre janë në fakt qytete greke. Aulon do të thot gryk e lumit në greqisht. Dyrachion do të thot shkëmb i keq në greqisht. Lissos do të thot gur i lëmuar në greqisht. Rizon do të thot bashkësia e rrënjëve në greqisht. Naron do të thot ujrat në greqisht. Pra të gjitha qytetet e Ilirisë deri në Kroaci janë qytete greke dhe Ilirët Veneti, që ishin më në veri nga të gjithë Ilirët pranë nga dishullit të Italisë, e quanin veten Graikoi në mbishkrimet e tyre, pra grek. Vetë qyteti i Mitrovicës e merr emrin nga perëndia e tokës Demeter. Është kurtimi i emrit Demeter, Mitrovica me prapashtesë slave. Dhe qyteti Sremska Mitrovica ka emrin Graium në latinisht, do të thot Greqia. Pra dhe Kosova ka qenë e pushtuar nga Greqia dhe emri Kosifos në gjuhën greke do thot mëllenj e zezë, por edhe në gjuhët slave, por jo në shqip. Kryeqyteti i Kosifos ka qenë Damastioni, që do të thot sundues në greqisht. Pra të gjitha qytetet në Kosovë, Shqipëri, Dalmaci kanë emra grek. Kjo është ëndra e Salisë Serbit, që të na sjelli grekët dhe një herë mbas 28 shekujsh të na pushtojnë ne në Shqipëri. Dhe fajin kryesor pra e ka kryeministri shqiptar.